Një nga mineralet më të rëndësishëm për trupin ton është kaliumi. Ai luan një rol jetik për shumë sisteme në trup, veçanërisht për sistemin nervor, muskular dhe atë kardiovaskular. Kaliumi është një elektrolit që zvogëlon efektet e natriumit dhe përmirëson qarkullimin e gjakut. Kaliumi është gjithashtu i rëndësishëm për ruajtjen e ekuilibrit të brendshëm të acidit alkalinik. Kur ulet niveli kaliumit në trup, shkaktohen njësër probleme shëndetësore dhe ja se cilat janë disa prej tyre. Rahje të ngadalta të zemrës. Kjo simptom mund të shkaktohet nga njësër faktorësh të tjerë, por mungesa e kaliumit në trup është një ndër më kryesoret. Në këto raste është shumë e rëndësishme të mbani nën kontroll nivelin e rahjeve të zemrës me një dietë të pasur me kalium. Lodhje kronike. Lodhja është gjithashtu një nga simptomat e zakonshme të niveleve të ulta të kaliumit në trup. Kjo lloj lodhjeje ndryshon nga të tjerat sepse ndihet në të gjitha pjesët e trupit. Ligështi apo marramendje. Kur nivelit e kaliumit bie në trup në mënyrë drastike, rahjet e zemrës ngadalësohen dhe kjo çon në ligështi dhe marramendje. Siç e përmendëm edhe më herët, kaliumi luan një rol kyç në funksionin e duhur të sistemit kardiovaskular. Në fakt, ky mineral i mban enët e gjakut të lirshme. Kur nivelet e kaliumit bien, enët e gjakut shtrëngohen dhe shkaktojnë presion të lartë. Në këtë rast, është absolutisht shumë e nevojshme ta mbani nën kontroll rritjen e presionit të gjakut.